Atëherë, eksperienca ime në Mesenthenjen ishte shumë e bukur. Filloi me miqësi të re, xhirimet bukura, prova, dhe vjen momenti final, shfaqja. Ishte një person i uri, kaq i shpifur, po kaq i shpifur, një të gjallë, me një veshje skandaloze, që më trombi, realisht më trombi dhe isha gati të ikja nga shfaqja. Isha gati për të larguar. Pastaj më dërgoshi diçka tek ai. Më dërgoshi shikimi. Më shiti vazhdimisht nëse se më donte të më thoshte ti do fitosh. Më afruar në një moment, më afroi dhe më thotë ti do fitosh premie vetëm nëse martohesh me mua. Wow, kishte një shantazh. Më pëlqeu ideja. Dhe u mendova, pranova të martohem. Tani jam e martuar me atë njeri që duk aq i bindur, aq i bindshëm, më shumë se i bindur dhe vetaj. Një jetë si në rrava. They are so small. Who have you shoot, my dear friend? I took your heart and you want it to make it warm, to make it sweet.
Hyrni shpejt! Erdi dita rrët! Jeni të mirë shpirtuja! Jeni qëtësoni shpirtit tuaj nga ata shpirtrore! Shpirtuja jeni të mirë! Zemratura në shpirtrore në shpi! Jeni të mirë për gjithmonë! Erdi dita juaj nga ata shpirtrore! Shpirtuja e mirë kësmi tuaj, nga në shpirtore në gjendë të mirë, të këzotit të goni nga në shpirtore. Shpet, mos u mëdori, sa më shpet, shpirtuja, tjetë të këzohet të mirë të presin shpirtuja, ka më. Erdi dita atarua, e prisim për vitesh, shpesh pituja! Atëra, në fillim e mora Jeta jo në mirë! kur edhe si që kalova në fakt, ishte shumë emocionuese momenti i parë me kamera, momenti i parë ku takon miq të rinj, ku prezantohesh, ku she për të parë vëndeshëm të ke parë, por pas të sa mundash apo jenë në moment që do sfidohesh. Do sfidohesh vazhdimisht, do kesh mike dhe rivale për vetë. Më shumë rivale se sa mike në fakt. Mendoj që çdo gjë shumë bukur, nëse e shef një koncept naiv. Çdo gjë shumë e bukur, po kalon shumë mirë, duke qeshur me shokët, me shoqet, po njerë shumë çuna të bukur, mister. Pastaj kur kupton vërtet që realisht shikimet e tyre gjallësuese, kur e kupton që është dikush tjetër që do triumfojë dhe jo ti, sepse ashtu do funksionon gjëra. Nuk është keq. Gju, bie morali dhe çdo gjë tjetër fillon bëhet ngatatuar. Në momentin e shfaqjes, merr ato energjitë tua, sepse do ta çosh për të po entuziazmi nuk është njësoj, se që do ishte në atë moment në parë, kur ti duke parë me syrin e ai. Të shet gjitha vajzat e tjera dhe qartë, kur të gjitha po të shohin dhe po të thonë, unë jam më e fortë se ty. Dhe në këtë moment ti duhet marrësh fuqitë e tua. Nuk është shumë e vështirë momenti që ti do shikosh familje, është e bindur që do mbledhësh të forca dhe do ecësh më parë. Kjo ndodhi në momentin e parë që po kërkoja me sy se ishte familjeja me gjitha të skrina, ishte madhe, shumë njerëz, që gati ishte dhe erë, duke qenë se nuk duhet të shohësh dhe emocionohesh nga njerëzit që janë duke të ndjekur. I kërkoja me sy dhe deri në momentin që i gjeta se ku ishin, nuk kisha asnjë fuqi, por as edhe një pikë fuqie. Dhe filloj dhe marr atë energjinë që më duhet në momentin e parë që babin tim duke më ndjekur, duke pritur njësoj sikur donte të thoshte jepi, ku është Deni? Mami, motra dhe pastaj gjithë miqt me radhë. Moment shumë i bukur. Momenti final fare është kur çdo gjë ka mbaruar, është shumë heshtja. Të gjithë vajzat e tjera kanë dalë dhe ti e fundit që duhet të ngresh në një farë mënyrë atë gjallëri, të ndisen pak më shumë dritat. Dhe ti sherr edhe për qark dhe thua, okej, tani është radha ime. Dhe del dhe hecë si një princesh aty, duke të parë gjithë. Është shumë moment i bukur. Je para gjithje, je vetëm, gjithë s'kena shërësirë të gjithë janë mbrapa teje, je duke menduar. Po unë çfarë po bëj? Në një moment më besoj që fillon dhe kthehesh në realitet, në gjithë atë skemë prallore, në një sekondë të vetëm,
i thua vetes çfarë po bëj. Dhe pastaj e kupton që lëri mendimet, lëre çdo gjë, thjesht buzëqesh dhe hez. Ufa. Është gjëja më e bukur. Se do kisha këtu dhe një gitarit tim. Frymëzon për të menduar për të shkuarën, për t'u rikthyer pas kohës, një lloj retrospektive. Por edhe për të ardhmen më shumë. Kur mendoj shumë gjëra të frikshme që mund të ndodhur në fëmijën tim, duket sikur do ndodhin sërish në të ardhmen, duket sikur nëse nuk do kem kujdes për disa gjëra do ripërsëriten sërish. Madje ajo që më fikson më shumë është fakti që unë për pak do më rëmbente një shumë frikshëm i vogël, edhe tani nuk do isha këtu. Ndonjë më shfaqet në ëndra dhe më duket sikur do më vi sërish do më rëmbej, se do jem vetëm në një moment. Kjo gjë më është bërë si anë të gati. Mendoj që edhe pas disa kohësh ai nuk e harron fytyrën time, është fiksuar për të më bërë diçka të keqe. Do patjetër të më ndodhë një gjë, do patjetër të më ndaj nga familja, do patjetër të më bëj të ketë një të ardhme të keqe. Kjo është gjë që më frikson më shumë në fakt. Nuk më ndalon të ndërroj normalisht. Kundrazi më frymëzon të ndroj sa më shumë dhe të bëj sa më shumë gjëra në pak kohë. Nëse më ndodh pastaj një gjë e keqe, le të më ndodh pasi të kem plotësuar dhe realizuar gjithë gjërat që dua. Ndroja një ditë sigur isha një vit shumë të largët nga këmbëja. Isha vetëm me familjen time dhe ishte i gjithë qyteti. Dilqim në balkon dhe mendoshim që kjo është qyteti jote, çfarë do bëjmë me këtë. Dhe e bëra një film të shkurtër në mendjen time. Çfarë do bëja nëse do ishte gjithë qyteti, të gjitha malet e mia, fushat të gjitha lulet, çdo gjë. Dhe të mendosh në një qytet të vogël të ishin vetëm 4 ose 5 persona. Familja ime dhe ndoshta edhe një qen i vogël që të na shoqëronte. Do ta mbushe gjithë pyllin me kafshë, do krijoja qytetin tim të ëndrave. Nuk e di, unë mendoj që mund të realizoj këtë gjë, por jo në një qytet të gjithjen, por në një pjesë të mirë territori, po ndoshta edhe në pak momente ose në pak ditë të ndjej që vetëm unë dhe familja ime jemi pronarë dhe padron të gjithë botës. Kjo është një ndër ideale, nëse mendoj këtë gjëra. Por ndër reale, që i rasti për përta të krahasimin ëndër dhe realitetin. Jo, e shumë e tjetë, e lekë, por e realizueshme. Kjo është ajo që do dhe që ishte qëllimi për momentin realizuar. Nëse nuk e bërë realitet, do jetë një gjë që do jem në kërkim të vazhdueshëm qësësi. Nuk do quaj asnjëherë një pikë përfundimtare, edhe të them që okej, tani nuk u bë kjo gjë. Okej, nuk do tentoj sërish. Do bëj gjithmonë të kundërtën, edhe në qoftë se do ta realizoj, do jem gjithmonë në kërkim të diçka e tjetër. Ke fundit mund të jetosh nëse nuk ke një shëllim të vetë. Jemi dhe jam gjithmonë një kafshë në thojza e pa ngopur kundrejt gjërave që duam. Nëse arri një gjë, filloj kërkoj një gjë tjetër, nëse arri dhe atë, kërkoj sërish një gjë tjetër. S'mund të rri pa dashur një gjë, pa patur një shëllim në kokë. Kaq
Kaq. Tradita koçare, që është alegri e zonës jugut, po bëni një darkë nga ora 4 masdite, duke respektuar me dolli rrethin e traditës, uronin njëri tjetrin me goda gëzuar, duke bërë alegrin, vazhdoj 3-4 orë alegria, kuptohet nga ora 8-9, mezi e tryezës, që ishte pregatitur, posoj se ishte në mbarim. Mysafirit po shifnin tryezën kështu rrotull dhe nuk po kishte gjë në tryezë për arsye se u mbarua ushqimi. Në këtë kohë thirrën të zotin e shtëpisë, që ishte në tryezë, edhe i thanë ushqim, traditën, meze. A i thirri gruan, i tha, grua, tha, hajde këtu, i tha. Erdhi ajo e shkreta, po shifte kështu, vonë ishte tryeza bosh, ç'të bënte e shkreta për momentin, edhe priste përgjigje nga burri. Burri vetë i tha, grua, tha, buk, tha. Mysafirit i thanë, që ishim mbledhur gjithë, po buka miu, tha. Ne duam za tryezën me mishe të gjithë mirat si që ka tradita. Po ku të bësh tryeza në atë kohë që ishte me kandil edhe me qiri në orën 10 e 11 të natës. Po pëse? Në atë kohë burri s'kishte të bënde duke u nevrikosur për të respektuar atë nga nervat, mori gruan e uli poshtë edhe i futi i thikën e preur. Të gjithë mysafirët ngele kështu që bëri ky, tha, që ne pim, tha, ky është dheur, tha, i zoti shtëpisë, tha. Po pse? Po pastaj. Doni mish, tha, ja, tha, mishi, tha, unë s'po ju aprik, tha, çfarë dëshironi ju, tha. Unë tjetër, tha, s'kam ç'a të bëj, tha, mas shpirtit, tha. Të gjitha filluan duke qeshur, tha, dhe filluan të janisin asa që ishte shtruar, tha, mishi i grua si e preu i shoqe, tha. E hangër të gjithë, të lëpirë, tha, tamam, tha, si uqërit, lëshuar tavolinës, edhe e fshin të gjithë pjatat, mbaruan ushqimin.